Sahati i Vlorës ka ngelur sërish, vetëm pas kohë pas rehabilitimit të tij dhe vendosjes në funksion, akrepat nuk lëvizin më. Prej ditësh me radhë, akrepat e orës kanë mbetur në vend në muro, teksa sot nuk tregojnë orën e saktë, siç po ndiqni edhe nga pamjet që janë filmuar këtë të martë në sahatin e Vlorës. Akrepat e simbolit të qytetit nuk lëvizin, madje të mjafton të bësh diçka fare të vogël, të kontrollosh orën personale apo atë që është e shënuar në telefon për ta vërtetuar këtë fakt. Sigurisht që ora do të jetë e ndryshme nga ajo që shënohet në sahatin e Vlorës. Theksojmë këtu faktin që sahati i Vlorës u vendos në funksion në muajin maj. Në datën 19 maj, ky i fundit funksionoi, duke treguar orën e saktë për qytetarët, por megjithse sot kanë kaluar pak muaj, me sa duket, simboli historik i Vlorës ka ngecur sërish. Akrepat nuk tregojnë orën e saktë dhe qytetarët vlonjat, me sa duket, kanë humbur sërish pikën e tyre orientuese të kohës në qytet, ku vetëm 5 muaj dhe jo më tepër ka zgjatur funksionimi i tij. Ky objekt përfaqëson gjithashtu një prej monumenteve kult të jetës sociale të qytetit dhe njëkohësisht një simbol i trashëgimisë kulturore, i cili përdoret edhe për orientimin e kohës nga qytetarët, por edhe për të treguar vendodhjen e tyre. Pa vendosje në funksion të orës, ky objekt, monument kulture i një rëndësie të veçantë, e ka humbur tashmë sërish qëllimin përse është ndërtuar dhe realizuar. As projekti që ka bërë të mundur rikonstruksionin në total të sahatit dhe markatës poshti, me sa duket nuk ka mjaftuar për ta vendosur orën në funksion. Sipas informacioneve, mekanizmat që janë në brendësi të tij janë ende pa u restauruar të shumë viteve më parë dhe shpeshherë pësojnë defekte të tilla duke u ndalur totalisht. Krahas pjesëve restauruese të vetë strukturës së sahatit dhe markatës, do të duhet të ndërhyet edhe tek mekanizmi në brendësi i orës, në mënyrë që ky sahat të vendoset sërish në funksion dhe mos të pësojë të tjera ngecje apo edhe defekte.